إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. شو اللي زنكت؟ باش نفتو لامن ku e keni sukun, bashun, edhe nuk ki shedde, që me ditë se është për atyre që shkrijen. Prandaj që lexon. El-lisanu. El-insanu. El-insanu. Po. Lidhe këtu tash? Khalaqa. Lidhe. Khalaq. Se lexohet lam. Khalaqal. Lam al-qamariya. Khalaqal. Pse nuni ka përpara, po. Ja. للزود لم القمرية سبسكتوشت أكي نيا همزة خلق الإنسان من علق خلق الإنسان ما خلق من علق من علق من علق من علق كتو علقنا بشوف أما نابوندالي بشوك بيكس كوندالش هو ما نسكر كن دالمي ثويا كات سي لزود كيا الأرض طب هاي كتاب هو الأبتر برافو شو mirë tash kemi një fjalë me be shumë me be po këtu po din që lexohet edhe ju merrni pjesë në ushtrim që po e ndëgjoni që po e përcjellni Balighun e mirë tash ka ardhur kjo be që unë be pas lamit apo shef alif wal lam kjo fjalë është e shquar tash mirë këtu po e shohim një sukun apo shef karakteristika një sukun që po e shohim tash na e dim edhe nuk po shohim kurkund shedde apo e kuptojmë më një herë hiç pa mësuar për shmend ato e dim se kjo nuk ka mundësi më kon për atë diellorëve ku shkrihet po këtu lexohet lami se ka be për mas. Po. Kjo është prej atyre shkronjave. Po. Tash çush e lexon? El-balighun. Prej atyre shkronjave honor. Po. Apo el-balighu. El-balighu, mirë. Po. Këtu? El-batilu. El-batilu shumë mirë këtu El-baledu se aja këtu s'ka nuk është gjatje po është gjatje s'pat El-baledu mirë që lexohet kjo El-jahilu. Pse nuk e lexove el-jahilu? Pse nuk e lexove el-jahilu, po e lexove el-jahilu? Sepse në këtë rast nuk shkrihet lami që është me sukun. Kemi sheddën që ishte do ishte karakteristik, kemi lamin, lam me sukun, shaq këtu. Prandaj është prej atyre hënorëve, nuk është prej diellorëve. Mirë. Kjo që lexohet? El-hadithu. El-hadithu. Këto, kjo që lexohet? El-harithu. El-harithu, mirë. Kjo që lexohet? El-jariju. Kjo, ka ndëra ka po, nalt. Po, është pikën. Po, është kha. Kha. El-harithu. El-khariju. 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 El-khariju, mirë. Shqiptoj e mirë që ashta. Këto. El-khadimu. El-khadimu, shumë mirë.
Kjo? الخالد El Khalidu. Po e shëfëm këto, mbi lam, kemi një sukun, nuk kemi shedde, dhe e kuptojmë se me njëherë është prej atyre hënorve. është e shquar dhe elif o lam hënor. Po. Prandaj edhe e lexojmë lam. El Khalidu. Nuk themi e Khalidu, po themi El Khalidu. Po. Këto? الخالق El Khaliqo. Mirë. El Khaliqo. Mirë. Kjo? Lezoj këtë komplet. فتبارك Mirë. فتبارك الله Ama është uar dame këtu apo do fetha? فتبارك الله Po, kemi mësuna se të lafdhul gjelale, Po. emri Allah, kur të kemi përpara fethan apo damën, lexohet me Allah. Po. Fetebarakallahu. فتبارك Më paskon këtu الله më paskon me pasqen me kesra fi sabilillahi. Po. Shme lezo. Apo? Po. Ama këtu e kemi fetebarakallahu. فتبارك الله Po, këtu. أحسن Ahsanu. أحسن Amo tash lidhe këtu. Po. A kemi këtu sukun? Po. A kemi shedde jo? S'kemi shedde, apo? Të shdit nuk kemi. Prandaj e dim e kuptojmë se është për atyre hënorve, apo? Po. Që ku lexohet lam. Po. Prandaj, lezoje bashk. أحسن الخاء Ahsanul kha. خالقين Ahsanul khaliqina. أحسن الخالقين Shumë mirë. Bravo. Lezo njerë. أحسن خال أح Ha. Ahsanul. أحسن الخالقين Ahsanul khaliqina. أحسن الخالقين Vazhtuj Qashtu. Ahsanul khaliqina. أحسن الخالقين Mirë, tash do i lexojmë disa shembuj nga Kurani famulart, nga kjo që mësum. Shikoni tash këtë fjalë këto. Kemi elif u lam, kemi këtu sukunin, pastaj vjen ha edhe fetha, po. Çish lexohet tash kjo fjalë? A shikoj, a kena këtu shedde të shdid jo s'kena. Po. Prandaj çu lexon këtë fjalë? الها po الها tani vazhdo الحكيم الحكيم shumë mirë. Shiko tash këtu një tjetër shembull, shikoj tash këtu. E bashkron bashk, shef, elif u lam, elif dhe lam, kaf, pastaj kemi. Çish lexon këtë? A shkrin apo nuk e shkrin? Nuk e shkrin? Po, Sepse nuk ka të zhdit Po. Bas që është karakteristika që e mësum prej lamit diellor, edhe nuk është prej të shkronjave, bjermave. Apo? Po. Andaj, që lexon këtë? الكافرين El kafirin, po prej këtuj, që lexon? Me lidh, من الكافرين min el kafirina, mirë. Tash këtu e kemi një shembull tjetër, nga e tjetëri lloj. Shiko tash, që lexon këtë? Cila shkronjë është kjo? Cila gjermë është? ضا Dhaja ka ardhë pra se elif e lam, o elif o lam, elif dhe lam. Apo, më thonë, është kjo e shquar. E kemi këtu
të shdidin, apo shef? Po. Prandaj e dim se Shkrihet. apo. Okej, lexoj tash. Min adh-dhalimina. Min adh-dhalimina. Bravo. Shumë mirë. Edhe në fund këto, shembull shumë mirë që e morëm edhe parës, mo kemi këtu tash në Kur'an. Shpjegoje, lexoje edhe vetë edhe shpjegoje. Pse nuk e lexon për shembull kështu, po pse lexon kështu? Po. Çe lexon? Huwa at-tawwabu. Po. Pse e shtrëngova këtu? Pse e shkrinë këtu? Sepse do të thonë është Po shet është te është për atë shkronjave ku shkrihet. po. Apo dhe lami nuk lexohet. Po. Lami nuk lexohet. Huwa at-tawwabu. Huwa at-tawwabu. Po, pse? Huwa at-tawwabu ar-rahimu. Rahimu. Huwa at-tawwabu ar-rahimu. Edhe te rahimu shkrihet prap lami sepse Po, se këtu shkrihet. roja është me tashdid. Po, qashtu. Pra, edhe nëse ndalemi, kemi thonë para pikës, nëse ndalemi, atëherë lexojmë huwa at-tawwabu, Rahim. huwa at-tawwabu ar-rahim. Edhe thonë e lidh këtu dhe e shtrëngon. Po. Huwa at-tawwabu ar-rahim. Po. Qashtu. Allahu të shpërbleft. Amin e Juve. Edhe dy shembuj të fundit po i marrim. Ç'është lexohet kjo? Alladhina. E ç'është lexohet kjo? Mirë, alladhina, mirë. Kjo ç'është lexohet? Lexoj komplet prej këtujt. Po. Ala al-alamina. Mirë. Pse e shqiptove lamin këtu? Po sepse Pse e shqiptove lamin këtu? sepse pas lamit nuk pason një tashdid, për Po, shembull që nuk e kemi këtu të gjithë dhe kemi ajn. ajnin e cila shkruajnë hënore. Po, për atyre hënorëve. Po. Po, dhe kemi me fetha. Po. E tash ngjite bashk lidhe këtu, se këtu nuk e lidhe. Lidhe. Alal. Po. Shef, alal. Dileja. Lam këtu e ki. Alamina. Alal alamina. Po. E nëse ndalemi para pikës tu, alal alamin. Mirë. Ajnin, ajn, gajn. Kaf, edhe kha. Që kam tregu më herët, është shumë me rëndësi. Sidomos tek ne që kanë vështirësi me shqiptu sa më mirë dhe me ushtru, nëse nuk e mundesh fillimisht, edhe ju shikues të nderuar, nëse nuk mundeni fillimisht me shqiptu mirë, me ushtru sa më mirë. Po. Sa më shumë me ushtru që të del sa më qartë, sepse sa më qartë që del, thati sa më mirë gjuha arabe në shqiptim. Edhe shqiptimi është gjë esenciale. Prandaj Allahu ju shpërbleft. Këto ishin pra disa shembuj në trajtën e shquar hënor dhe diellor. Po. El-Qamariyya, el-Lam el-Qamariyya dhe el-Lam el-Shamsiyya. Besoj që ishte inshallah e qartë edhe a ke kuptu mirë? Po deri tani po thjesht më mbetet të praktikoj edhe më shumë që Po në zbatim. po në zbatim. Me fut edhe këtë edhe e këshillojmë, edhe ju këshilloj edhe juve, edhe kërkoj edhe prej juve të nderuar që ju ushtroni këtë shembuj sa më shumë. Allahu ju ndihmoft. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم نرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح